Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimet tona janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrin e njerëzimit, Muhammedin, familjen dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në amshim. Bindjet dhe sjelljet e njeriut patjetër se reflektojnë edhe në aspektin shpirtëror dhe psiqik të tij. Bindjet e gabuara, mendimet e këqija, sjelljet e vrashta, sigurisht se ndikojnë edhe në vrasësinë e njeriut, në ashpërsinë e tij, në sjelljet e rrepta, diçka që është e rëndom tek njerëzit që kanë bindje dhe mendimet këqija. Sigur që mendimet e mira, mendimi siç na ka porositur profeti ynë Muhamedi alayhis salam, veç mas mendimi mirë për Zotin, pastaj mendimi mirë për të tjerat, pastaj sjellja e mirë ndikojnë përveç tjerash edhe në gjendjen e mirë shpirtërore të besimtarit. Për këtë arsye ne gjejmë dietarët tanë tek i kushtojnë rëndësi të madhe këtyre çështjeve. Ne, të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, sot para jush me lejen e Allahut te bareke ve teala do të prezantojmë disa gjëra që nën lupën e një asketit të madh, e një, do ta quaja, mjek shpirtëror, një dietarit të madh, Fudail bin Iyadit, Allahu mëshiroft. Do të përmend disa gjëra që ai ka evidentuar, i ka nënvizuar si gjëra që sjellin dëshpërimin, si gjëra që ndikojnë në gjendjen e mjeruar shpirtërore të njeriut. Sigurisht se duke i njohur këto, ne i shmangemi nga se përshkrimet që janë bërë të këqijave në tekstet fetare janë bërë që ne të largohemi prej tyre. Pra, e mësojmë të keqen që të largohemi prej saj dhe të mbrohemi prej saj njëkohësisht. Fudail bin Iyadi, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: 5 tipare tregojnë për mjerimin e njeriut. E para, vrarësia e zemrës, e dyta, thatësia e syrit, e treta, turpi i pakt, e katërta, dhënia pas dynjas, dhe e pesta, shpresa e gjatë ose shpresa e rreme, siç në të vërtet edhe nënkupton. Pra, janë këto 5 gjëra që Fudaili, Allahu e mëshiroft, i ka përmendur, i ka veçuar, i ka nënvizuar si gjëra që ndikojnë në vrarësinë shpirtërore të njeriut, ndikojnë në mjerimin e tij, në dëshpërimin e tij, në një gjendje as pak të mirë, të cilat ne do t'i shpjegojmë, do të shohim se çfarë nënkuptojnë, në mënyrë që t'i ikim dhe rrjedhimisht kemi jetë lumtur. Ne e kemi bërë zakon që çdo herë të bëjmë edhe një përmbledhje biografike rreth autorit të urtësive, por me qenë se Fudailin e kemi cituar edhe më parë dhe biografinë e tij e kemi shkoqitur deri diku në takimet tona të kaluara, ne do të vazhdojmë me këshillat e tij në mënyrë që të mundohemi të përfitojmë sa më shumë që të jetë e mundur. Këshilla e parë që Fudaili e jep është që ne të largohemi nga vrarësia e zemrës, sepse vrarësia e zemrës ndikon në jetën e dëshpëruar, ndikon që njeriu të bëjë jetë mirë, jetë në kuptimin shpirtëror të shturur dhe të ketë probleme të një pas njëshme. Përmendet vrarësia e zemrës, por çfarë në të vërtetë nënkupton që një zemër tjetë e vrasht. Edhe në Kur'an, edhe në hadithet Muhammedit alayhis salam, përmendet ky ves, ose kjo sëmundje e zemrës, ose kjo dukuri shpirtërore. Por çfarë në të vërtetë nënkupton? Allahu te bareke ve teala ka thënë kësaj: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, fa hiya kal hijarati
au ashaddu qaswa. E pastaj, pas fakteve të qarta të Zotit, zemrat tuaja u vrarsuan dhe u bën sikur guri, e mbase edhe më të ngurta se sa vetë guri. Pra, në këtë ajet kuranor, Allah përmend se zemrat ndonjëherë mund të marrin të trajt, në kuptimin e ndjeshmërisë, në kuptimin e rolit për cilin zemra në kuptimin shpirtëror është e përcaktuar ta luaj, ndonjëherë ajo mund të ngurtësohet, mund të pasivizohet, mund të bëhet e atill që të mos ketë asnjë ndikim. Imam Kurtubiu, Allahu e mëshiroft, është një prej atyre komentatorëve të njohur të Kur'anit, libri i tij, komentimi i tij është prej referencave bazë në komentimin e Kur'anit, duke shpjeguar këtë ajet kuranor ka thënë kësaj. Vrarësia e zemrës nënkupton që zemra të jetë e zhveshur nga ndjeshmëria, nga ndjenja e pendimit dhe nënshtrimi ndaj Zotit. Pra, pavarësisht fakteve të shumta, pavarësisht argumenteve të shumta, pavarësisht se çdo gjë na thret që ne t'i bindemi Allahut, t'i nështrohemi atij, na thret që ne të pendohemi, të kthehemi tek Allahu te bareke ve teala, kur një zemër bëhet e vrasht, ajo nuk sheh asnjë fakt. Ajo ka zero ndjeshmëri ndaj këtyre provave dhe asgjë nuk është e fuqishme për të që ta bëjë të kthehet tek Allahu te bareke ve teala. Po kështu Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah." Të mirë ata që zemrat e tyre nuk preken, nuk ndikohen nga përmendja e Allahut te bareke ve teala. Pra, mirë për ata njerëz që nga zemërfortësia e tyre, nga zemërngurtësia e tyre, nga vrarësia e zemrave të tyre, ata nuk e përmendin Allahun te bareke ve teala. Dietari bashkohor Abdulrahman bin Nasir es-Saadi, duke komentuar këtë ajet kuranor, përmend se këto zemra janë zemrat që nuk këshillohen me librin e Allahut te bareke ve teala, nuk zbuten me librin e Allahut te bareke ve teala, nuk këshillohen me faktet dhe provat e Allahut te bareke ve teala. Janë zemrat që nuk qetësohen me përmendjen e Allahut xhalla wala. Ju të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, e dini se Allah në Kur'an ka thënë se me përmendjen e Allahut zemrat e besimtarëve qetësohen, ndërsa zemrat e këtyre që janë të vrashta, sado që të përmendet Allahu xhalla wala, sado që të ofrohen argumente dhe prova, sado që të ofrohen dëshmi, ato nuk qetësohen me përmendjen e Allahut te bareke ve teala. Madje janë zemra, siç ka shtuar Sadi, Allah mëshiroft, që ja kanë kthyer shpinën Allahut xhalla wala dhe janë kthyer, janë drejtuar ka dikush tjetër. Pra, këto zemra nuk e synojnë Allahun xhalla wala, nuk e synojnë kënaqësinë e Allahut xhalla wala. Janë zemrat që nuk kënaqen me Allahun, përkundrazi ato mundohen që kënaqësinë, lumturinë, qetësinë ta gjejnë tek dikush tjetër, do të përjetojnë lodhje, por lumturinë, kënaqësinë e vërtet do ta gjejnë vetëm tek Allahu te bareke ve teala. Pra, zemrat që janë të vrajshta, janë zemrat që nuk ka vend për Allahun te bareke ve teala në to. Prandaj ka qenë porosi, ka qenë këshill e brezave të parë, dietarëve të parë, që zemrës t'i kushtohet si e veçantë, që ashtu siç ne ushqejmë trupin dhe kujdesemi për ushqimin, për pijet, po kështu ne duhet t'i kushtojmë rëndësi edhe zemrës. Ta ushqejmë me përmendjen Allahut te bareke ve teala. Hasan Basriu, Allah mëshiroft, një emër që nuk ka nevojë për prezantim, ka thënë: flisuni zemrave për Allahun e madhruar. Pra, kujtojani Allahun,
përmendeni sa më shpesh Allahun, zemrat tuaja le ta kenë në hatër dhe konsiderat Allahun te bareke wa taala, sepse nëpërmjet kujtimit të Allahut xhallahu ala, zemra edhe zbutet. Arsyeja pse dietarët tanë i kanë kushtuar rëndësi kaq të madhe zemrës qëndron edhe tek pasojat që vrasësia mund të ketë. Ne pam se vrasësia nuk kupton që zemra të jetë e paralizuar, që në një farë forme atë rolin për të cilin është edhe krijuar, pra që të udhëzohet në rrugën e drejtë, që të ndikohet nga fjalët e Allahut te bareke ve teala, zhveshet nga ky rol dhe nga kjo mundësi. Prandaj, si pasojë të parë të vrasësisë së zemrës, dietarët kanë përmendur plagështinë e adhurimit. Sa herë që vren një njeri i cili shfaq dembeli në adhurim, ikën namazi sabahut, ikën namazi me xhamat, ikën koha e rregullt e namazit, e shtyën namazin, e zvarrit namazin pa arsye, nuk e përmend Allahun xhallahu ala, nuk e bën dhikrin, nuk e lexon Kur'anin, atëherë gjitha këto janë prova, janë dëshmi, janë tregues se zemra e këtij njeriu është prekur nga vrasësia. Pra vrasësia prodhon pasoja negative në kuptimin e adhurimit. Njeriu në një farë forme e largon nga adhurimi, ja pamundson që të dëfrehet me adhurimin, që të kënaqet me adhurimin, prandaj shfaq dembeli, shfaq, si them, një lloj largimi nga adhurimi, nuk e shijon namazin dhe përpasoj privohet nga të mirat të shumta. E dyta është se nuk ndikohet nga Kur'ani. Sado që të lexojnë Kur'an, sado që të përmend ato ajete në cilat përmendet për shembull xhehenami, përmendet dënimi, përmendet ndëshkimi, nuk ndikohet prej tyre. Allahu te bareke ve teala na ka treguar se besimtarët janë ata që ndikohen. Fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ai që e ka frikë ndëshkimin, kërcënimin, përkujtoja Kur'anin, udhëzoje, këshilloje nëpërmjet Kur'anit. Pra, roli i Kur'anit është ato zemra të shëndosha, ato zemra fisnike, ato zemra të pastra, ato të ndikohen nga fjala e Allahut te bareke ve teala dhe të udhëzohen e të drejtohen në rrugën e drejtë. Pasojë tjetër që është ndoshta ndër pasojat shumë të rrezikshme dhe fatkeqësisht kërshi të cilave ne nuk jemi shumë të vëmendshëm, është kur humb xhelozia për fen Allahut te bareke ve teala. Një zemër e vrasht më nuk ka dert pse dikush bën haram, pse dikush mkaton, pse dikush i bën Zotit gjuna, pse dikush madje merr guximin që të shkel normat e fesë Allahut te bareke ve teala. Pra, sikur më nuk ka asnjë rol në fenë Allahut xhallahu ala, sikur nuk ka asnjë përgjegjësi, asnjë detyrim ka shi fesë Allahut te bareke ve teala, prandaj nuk çon pesh për të se njerëzit bëjnë mëkate, bëjnë gabime, bëjnë gjunahe, dhe sikur djalli e mashtron me ato inspirimet false, me ato frymëzimet e rrejshme, me ato këshillat e rrejshme, nga se Allahu na ka treguar se djalli këshillon rrejshëm, na ka treguar në Kur'an kësaj, sikur djalli thotë se është punë e tyre, se çfarë ke të bësh ti me ta. Në qoftë se ata vazhdojnë me harame, me mëkate, çfarë të dëmton ty puna e tyre. Pra, xhelozia e tij ka shi fesë Allahut te bareke ve teala zbehet deri në atë moment sa që për të më nuk ka rëndësi se kush bën mirë e kush bën keq, kush e zbaton një urdhër fetar e kush e shkel një tjetër. Pasojë tjetër kanë përmendur dietarët është edhe dhënia e tepërt pas dynja. Ajo që neve do të na interesonte si besimtar është se përse ndodh varësia, cilat janë shkaqet e saj. Nëse varësia është kaq e rrezikshme, nëse varësia ka
këtë potencial negativ që ne veç përmendëm diç sa për ilustrim, atëherë çfarë e shkakton varësinë. Dietarët musliman si shkak të parë kanë përmendur mëkatet e shumta. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar në një prej haditheve të tij se mëkatet, gjunahet kanë një fuqi errësuese sa i përket dritës së zemrës. Secili mëkat që bën njeriu paraqet një pikë të zezë që vendoset në zemër. Para mendoni, mund bëj me dhjetra, me qindra, e ndoshta Allah na ruajt edhe me mira mëkate. Dhe sa herë që bën një mëkat vetëm, në zemrën e këtij njeriu bëhet një pikë e zezë, e cila ja pamundson zemrës që ta shet dritën e së vërtetës. Prandaj dhe vjen momenti kur zemra dhe vdes, kur ajo mund të rra, por jo për Allahun te barekuhu ve teala. Kur ajo më nuk e ka fuqinë që ta udhëzoj njeriu, kur ajo më nuk e luan rolin për të cilin edhe është krijuar. Ka thënë Allah në Kur'an: "Walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Ne kemi krijuar shumë gjin dhe njerëz për xhehenem. Këta janë gjinët dhe njerëzit që kanë zemra, por nuk kuptojnë me to. Pra, zemra si organ vazhdon të jetë në trupin e tyre. Vazhdon që të rrahë, që të lëviz, por jo për Allahun te bareke ve teala. Dhe përpasoj, ajo nuk mund ta udhëzoj njeriu në rrugën e drejtë. Nuk mund t'ia dëftoj njeriu të rrugën e drejtë. Prandaj edhe i tilli ka një zemër, por është sikur t'jetë fare pa të. Çështje tjetër është gafleti, është shkujdesja, është kur ne shohim kaq shumë fakte të Allahut te barekuhu ve teala, kur ne për çdo ditë të vetme jemi dëshmitar të vdekjeve të shumta, jemi dëshmitar të atyre që largohen edhe nga xhiri ynë familjar. Na vdesin familjar, na vdesin shok, na vdesin miq, na vdesin njerëz me të cilët ne kemi kaluar kohën, kemi punuar me ta. Dhe sikur ne nuk do të vdesim kurrë. Pra, kemi nga një lloj i gafletit, i shkujdesjes, i pakujdesisë, që na bën sikur ne do të jemi të përjetshëm, sikur ne nuk do të vdesim kurrë. Prandaj prej shkaqeve pse ndodh varësia është kur këto fakte për rreth nuk ndikojnë as pak tek ne. Shkak tjetër që neve që përmendëm është pra kur ne harrojmë ta përmendim vdekjen. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se përmendja e vdekjes ka efekt udhëzues. Përmendeni shkatërruesin e kënaqësive. Përmendeni atë që ju kthjell. Vdekja ka efekt kthjellës, i cili na bën që të kthjellemi nga dehja që na ka shkaktuar dynjaja. Çfarë ndikon që zemra jonë të shërohet? Çfarë bëjmë në mënyrë që zemra jonë të shërohet dhe të mos ketë vrasësia hise në të. Dietarët kanë përmendur shkaqe të shumta, kanë përmendur ilaçe të shumta, do doja që të përmend një sa për shkak të rëndësisë që ka, është fjala për dhikrin, për përmendjen e Allahut te bareke ve teala. Atë përmendjen e vërtet, ajo përmendje e cila na kthjell, na kujton se ne kemi nevojë ta përmendim Allahun xhallahu ala, sepse edhe po nuk e përmendem kurse Allah është i harruar. Ne nëpërmjet përmendjes së Allahut xhallahu ala, ne e kujtojmë veten tonë, ne e kujtojmë nevojën tonë për Allahun xhallahu ala. Prandaj Hasan Basriu, Allahu mëshiroft, cilin neve që përmendëm edhe më parë, është pyetur nga dikush se ka vrasësi në zemrën e tij dhe çfarë të bëjë. Ai ka thënë vrasësia është sikur akulli i ftohtë, sikur ajo gjendja e ngurtë, pra kur
kur zemra nuk ka fuqi që të luaj rolin e vet. Prandaj I ka thënë shkrije zemrën tënde me dhikr. Efekti I dhikrit është që këtë pjesën që e ka rrethuar zemrën, këtë pjesën që e ka ngurtësuar zemrën, efekti I dhikrit është që ta shkri atë dhe t'ja mundsoj zemrës që ta luaj sërish rolin e saj. Allahun e lutim që Allahu të na mundsoj nëpërmjet përmendjes së Tij ta shkrim këtë vrasësinë e zemrave me dhikr. Ne po bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer sërish qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me këshillat e urtarit ton, e dietarit dhe asketit të madh Fudail bin Iyadit. Në pjesën e parë ne përmendëm vrasësinë e zemrës se një prej atyre treguesve të jetës së mjeruar të njeriu. Përmendëm se çfarë ne kuptojmë me vrasësi dhe se si mund të shpëtojmë prej kësaj dukurie. Tani, me lejen e Allahut te bareke ve teala, ne do të vazhdojmë me këshilla tjera të cilat për hir të së vërtetës kanë një ndërlidhje të madhe njëra me tjetrën. Ndonjëherë, siç do të vrejmë, ato janë edhe pasojë e njëra tjetrës. Përmendëm vrasësinë e zemrës, tani do të flasim për thatësinë e syrit. Thatësia e syrit është prej atyre treguesve sipas Fudail bin Iyadit të gjendjes së mjeruar shpirtërore. Thatësia e syrit nuk kupton që njeriu pavarësisht atyre fakteve, atyre dëshmive, atyre provave që ka pranë, që ka në dispozicion, të mos ndikohet, të mos çajë nga frika e Allahut te bareke ve teala. Prandaj sa më e vrasht të jetë zemra, aq më I thatë dhe më I shterur do të jetë edhe syri. Pra, thatësia e syrit është pasojë e vrasësisë së zemrës. Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Thumma qasat qulubukum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Pastaj, pas atyre fakteve të Zotit, zemrat tuaja u ngurtësuan dhe janë sikur se guri apo edhe më të ngurta. Pra, një zemër e cila nuk këshillohet me faktet e Allahut xhallahu ala, ajo nuk mund të prodhojë efekte, nuk mund të prodhojë emocione. Dhe rrjedhimisht syri nuk mund të çajë, nga se syri është I ndërlidhur me zemrën. Allahu te bareke ve teala na ka treguar se ata që kanë kuptuar fenë drejt, ata që e kanë kuptuar fenë e vërtet, ata madje që kanë qenë bartës të kësaj feje, profetët e Zotit, kanë qenë prej atyre që e kanë njohur më së miri Allahun xhallahu ala, kanë qenë njerëz që janë këshilluar më së miri me faktet e Tij. Prandaj Allahu duke I përshkruar ka thënë: "Wa yakhruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushua." Ata bien në sejdë duke qarë. Dhe Allahu u ashton për uljen, u ashton bindjen. Pra, ata janë që këshillohen me faktet e Allahut xhallahu ala. Ato qindra e mira argumentet e Allahut xhallahu ala nuk kalojnë pranë tyre pa mos u këshilluar me to, pa mos u ndikuar prej tyre. Dhe jo vetëm profetët, por edhe ata që e kanë mësuar, e kanë kuptuar fenë e drejtë. Është e pamundur të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra që të kesh zemër të gjallë, e pastaj zemra të mos reflektoj tek syri, të mos përcjell mesazhet e atilla që do t'i mbushin syt me lot. Por kur zemrat janë të vrashta, kur zemrat nuk këshillohen me faktet e Allahut te bareke ve teala, atëherë ato nuk e kryen këtë detyrë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Inni ara ma la tarawun wa asma ma la tasma'un." Unë e shoh atë që ju nuk e shehni dhe e dëgjoj atë që ju nuk e dëgjoni.
attati as-sama'u wa haqqa laha an ta'it. Qielli ka lëshuar një klithën dhe ka të drejtë që ka bërë një gjë të tillë. Nga se ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa huwa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajida. Sepse nuk ka në qiell një vend qoftë edhe sa 4 gishtenj, në cilin nuk është një melek, i cili ka dhënë ballin e tij në sejdë për Allahun te bareke wa taala. Pastaj ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Pasha Allahun, sikur ju ta dinit atë që unë e di, do të kishit qeshur pak dhe do të kishit qarshëm. Sikur ju ta dinit atë që unë e di, atë që na pret pas vdekjes, llogarinë e hollësishme, llogarinë e detajuar, atë që na pret nga ajo që do të rrjedh nga kjo llogari. Allahu na fal për shkak të mëkateve, njerëzit do të përfundojnë me drejtsinë e Allahut në xhenem. Sikur ju ta dinit atë që unë e di, nuk do të ishit dhënë shumë pas dunjas. Nuk do të kishit qeshur shumë, përkundrazi, do të kishit qarë shumë. Sa herë do të kishit kujtuar vdekjen, e cila nënkupton atë vije ndarëse, jo thjesht ndërmjet jetës dhe vdekjes, por ndërmjet punës dhe llogarisë. Tani që jemi gjallë, ne mund të punojmë. Në momentin që vdesim, mundësia për të punuar mbyllet. Prandaj njeriu do të shkojë tek Allahu me atë që ka bërë, aq sa ka bërë. Dhe çfarëdo që ka bërë, pra qoftë shumë ose pak, qoftë e mirë ose e keqe. Prandaj kujtimi i vdekjes, përmendja e vdekjes, na bën që ne të mos japemi shumë pas kësaj dynjaje, të mos e harrojmë botën tjetër, të mos e harrojmë ahiretin. Përkundrazi, nga përkujtimi i ahiretit edhe të çajmë. Allahu te bareke wa taala përmend se qajturit është tipare dhe i robërve të sinqert të Allahut te bareke wa taala. Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Ata që kur e dëgjojnë Kur'anin që është zbritur Muhamedit alayhi salatu wassalam, prej syve të tyre rrjedhin lot, nga që ata e kanë kuptuar të vërtetën dhe thonë yekulun Rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin. O Zoti ynë, ne besuam, andaj na shkruaj me ata që dëshmojnë ndërmjetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nderuar vëllezër, të qajturit nga frika Allahu te bareke wa taala nuk është thjesht emocion. Pra, ju e dini se ndonjëherë njeriu mund të ndikohet nga gjëra të ndryshme dhe siç ka përmendur dietarët madje Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, ka përmendur 10 lloje, 10 motive që shtyn njeriu për çfarë dhe jo të gjitha janë për hir të Allahut te bareke o taala. Por kur njeriu çan nga frika Allahut xhallahu ala, kur motiv është Allahu, kur motiv është frika Allahut te bareke o taala, atëherë kjo ka një rëndësi të jetë të veçantë. Të atill sa që dietarët nga sahabët e kanë vlerësuar në superlativ. Ajo tregon fetarinë e vërtet, tregon jetën e vërtet të zemrës. Dhe ja sahabiu nderuar Abdullah ibn Amri, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me baban e tij, ka thënë kësaj: La an adma min khashyati Allahi azza wa jall ahab ilay min an atasaddaqa bi 1000 dinar. Nëse unë çaj nga frika Allahut te bareke wa taala, për mua personalisht është më e dashur se sa të jep sadaka 1000 dinar. Pra, një lot që rrjedh nga frika Allahut te bareke wa taala, për këtë sahabi të nderuar, ka vlerë më të madhe se sa të jep lëmosh 1000 euro me parat tona, me valutën tonë. Pse? Nga se loti nuk është thjesht një lot, është një tregues i frikës nga Allahu xhallahu ala,
është një tregues i fetarisë së vërtet, është një tregues i gjallërisë së zemrës, i jetës së vërtet të zemrës. Prandaj, kur njeriu çon nga frika e Allahut te bareke ve teala, atëherë ai dëshmon se ka një fetari të vërtet. Dhe jo rastisht Muhamedi alayhis salam ka përmendur se janë dy sy ata që nuk preken nga zjarri i xhenemit. Syri i cili çon nga frika e Allahut te bareke ve teala dhe syri i cili e kalon kohën duke ruajtur muslimanët, duke bërë roje, duke ruajtur vendet e muslimanëve. Dhe jo më këtë Muhamedi alayhis salam ka treguar se ai që çon nga frika e Allahut te bareke ve teala, ai është njeriu i cili nga tërë njerëzimi në ditën e llogarisë dallon për një privilegj, për një shpërblim, për një gradim, për një veçim që nuk e kanë të tjerët. Janë 7 lloje të njerëzve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut te bareke ve teala dhe një prej tyre është njeriu i cili në vetmi e ka kujtuar Allahun te bareke ve teala dhe ka çajtur nga frika e Allahut te bareke ve teala. Çështja tjetër që sipas Fudail bin Iyadit, Allah më shëroft, ndikon në jetën e mjeruar të njeriut, është mungesa e turpit. Siç e dini, turpi nuk është thjesht ndjenjë, nuk është emocion. Turpi është fe. Muhamedi alayhis salam kur flet për pemën e besimit, përmend degët e saja, më të lartën, më të ultën, dhe pastaj thotë edhe turpi është degë e besimit. Edhe turpi është pjesë e besimit. Në hadithe të sakta në është treguar se turpi ka një rëndësi të madhe. Turpi sjell vetëm të mirën. El haya'u la ya'ti illa bi khair. Turpi nuk sjell tjetër vetëm se të mirën. Turpi nga kjo perspektivë është se thuash një lloj sinonimi ose një lloj faktori që vjen paralel me besimin dhe nuk mund të ndahet prej tij. Prandaj është thënë se turpi dhe besimi sillen paralel me njëri tjetrin. Nëse njëri ngritet edhe tjetri. Pra nuk mund paramendohet një besimtar pa turp. Mungesa e turpit, nderuar vëllezër, është të rrezikshme për faktin se partej asaj sjelljes personale të tij, asaj arrogancës, paturpsisë, sjelljes së vrasht dhe neveritëse, nënkupton se në fakt ky njeri i ka shkëputur raportet me Allahun te bareke ve teala. Njeriu i cili nuk ka turp është njeriu i cili është sprovuar me një të keqe të madhe. Të atill që sahabiu i nderuar Salman Farisiu, Allah qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Idha arada Allahu bi'abdin sharra, naza minhu al-haya." Nëse Allahu nuk ja do të mirën një robi, e zhvesh nga turpi. Pra nëse shihni një njeri të paturpshëm, atëherë në një farforme ju keni parë dikë që Allahu nuk e do atë njeri. Nuk po them se tani duhet që ta aplikojmë në mënyrë të pa kritere këtë çështje dhe sa herë që dëgjojmë dikë flet keq, të themi se Allahu nuk do ty, mirë po them se në parim çdo kush që nuk ka turp, ai në fakt është sprovuar me një tipar i cili e largon potencialisht nga Allahu te bareke ve teala. Siç kanë përmendur dietarët, ndërshkaqet pse ndodh kjo është sepse njeriu bën mëkate shumë. Dhe sa herë që bën një mëkat, mëkati sikur e tërheq zemrën e tij nga turpi, sikur e zhvesh nga çdo e mirë e mundshme. Prandaj nuk është çudi që një mëkatar ta shohësh edhe të paturpshëm, nga se ai mund të sprovohet, siç e dini të nderuar vëllezër, ndonjëherë ndëshkimi për mëkatet është që të mundsohet ta bësh edhe një mëkat tjetër. Ai që ka bërë një gjuna
mund të jetë sprovuar ose mund të jetë ndëshkuar edhe me paturpsin. Pra, ky mëkat cilin e bën është në fakt dënimi që ka marrë për mëkatin e parë cilin e ka bërë. Prandaj në mënyrë që ne ta ruajmë veten nga këto pasoja të rrezikshme të mëkateve, ne duhet ta forcojmë besimin. Duhet të kushtojmë mësi të madhe zemrës sonë në mënyrë që ta ujisim vetëm me vepra të mira, me dhikr, me lexim të Kuranit, ndryshe zemra rrezikon që preket nga këto dukuri. Po kështu kanë përmendur dietarët se nga mënyrat e dëshmuara si të suksesshme që një zemër e bëjnë të jetë e turpshme dhe të ketë frikë nga Allahu te bareke ve teala është edhe përmendja e mirësive të Allahut xhallahu ala. Nëse ndalesh dhe i kujton gjitha të mirat që Allahu t'i ka dhënë. Sigurisht se kjo do të shtyjë që ta falenderosh Allahun xhallahu ala. Dhe falenderimi vetvetiu të bën që të jesh i kujdesshëm, nga se falënderimi nuk kupton thjesht thuash elhamdulillah ose falënderuar qoftë Allah. Falënderimi merr edhe trajt në kuptimin e veprave, duke bërë të mirën dhe duke u larguar nga e keqja. Çështja tjetër që ka përmendur Fudail bin Iyadi dhe që ndikon në jetën e mjeruar të njeriut është dhënia e tepërt pas dynjas. Sigurisht se me këtë nuk nënkuptojmë prishjen e balancit që duhet jetë ndërmjet aspektit shpirtëror dhe material. Por e kemi për qëllim atë teprimin me dynjan, i cili përpasoj ka edhe largimin ton nga rruga e drejt dhe rruga e vërtet. Ne sapo e cituam Abdullah bin Amrin, Allah qoftë i kënaqur me të dhe baban e tij, sahabin e nderuar, ai ka thënë se dhënia pas dynjas njeriu t'i shkakton probleme dhe halle të shumta, brenga të shumta, ndërsa zohdi, asketizmi, heqja dorë nga dynjaja bën që zemra e tij të jetë e qetësuar. Është interesante se dhënia ose jo pas dynjas ka ndikim edhe në rrugën tonë shpirtërore drejt Allahut te bareke ve teala. Imami i nderuar Ibn Qayyimi, Allah mëshiroft, ka thënë sipas dëshirës, pasionit, lidhjes së njeriut me dynjan dhe kënaqësinë e tij me të, është edhe çalimi në fushën e adhurimeve. Pra, sa më shumë të jetë dikush i lidhur me dynjan, aq më i madh do të jetë çalimi i tij në aspektin shpirtëror. Sa më shumë që t'i jepet pas dynjas, aq më pak ibadet do të bëj, nga se janë dy drejtime të kundërta. Nuk mund që në të njëjtën kohë të jesh në perëndim dhe të jesh edhe në lindje. Është e palogjikshme, e pakapshme, dhe rrjedhimisht ai që është i dhënë së tepërmi pas dynjas e ka të pamundur që t'i jepet edhe pas ahiretit. Dhe konsideroj se kjo përtej teksteve dëshmi ka dhe praktikat tona. Pra nuk ka nevojë që të referohemi teksteve fare, nga se ne vrejmë ata që janë me ne, që kanë ndarë kohën me ne, që kanë falur namazet me ne, për shkak të dhënies së tepërt pas dynjas. Feja tani ju ka mbetur vetëm emër. Dhe kjo është një provë, një dëshmi të cilën ne e kemi parë dhe e shohim në vazhdimsi. Ajo që neve të nderuar vëllezër na ndihmon për ta ruajtur zemrën nga kjo lidhje e rrezikshme pas dynjas, është nëse ne ndalemi dhe analizojmë dynjan. Dynjaja është e përkohshme, është kalimtare. Prandaj nuk ja vlen që të humbet diç që është e përhershme siç është ahireti, për ditë që është e përkohshme siç është dynjaja. Po kështu nuk ja vlen që ne të jepemi pas dynjas dhe ta privojmë veten nga të mirat e ahiretit. Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të, ka thënë Omer radiallahu anhu, për Zotin, po doja, unë
kam mundësinë që prej të gjithë juve të vishëm më së miri dhe të ha ushqimet më të mira. Por unë të mirat e mia i kam lënë për në ahiret. Pra nuk ka dashur që t'jepet pas kësaj dynjaje, ka dashur t'jepet pas ahiretit dhe atje të ketë mundësinë që përfitojnë nga të mirat e Allahut që i ka përgatitur për besimtarët. Dhe këshilla e fundit e Fudailit, Allahu qoftë i kënaqur me të, është që ne të ruhemi nga shpresa e gjatë, shpresa e rreme. Ajo që ka për pasojë zvarritin e punëve, pasivitetin, ajo që njeriu të në farforme ja pamundson që të shetë vërtetën, nga se duke i dhënë shpresë se ka kohë, se para vete ke kaq e kaq vite, se ke kaq e kaq mundësi, e privon nga kryerja e veprave të mira. Prandaj, siç është përmendur edhe në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, janë dy gjëra që pavarësisht janë dy fenomene, dy sëmundje do t'i quaja, pavarësisht moshës së njeriut. Ato kanë rrezikun si për të riun, si për të vjetrin. Ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, la yazalu qalbul kabiri shaban fitnatayn. Zemra e moshuarit, e të rriturit, vazhdon të jetë e njohur sa i përket dy gjërave. E para, fi hubbi dunya wa tulil amal. Sa i përket lidhjes për dunjas dhe shpresës gjatëse, shpresës rreme. Pra, pavarësisht se dikush ka mbërri atë moshën e shtyrë, kur tani do duhet që të ishte më fetar, që do duhet ta shtonte atë çështjen e adhurimeve, pra do duhet që bënte sa më shumë adhurime, fatkeqësisht ai bën të kundërtën, ai vazhdon të jetë viktim e shpresës së rreme dhe lidhjes për dynjas, prandaj edhe mund befasohet nga vdekja, e cila e zë të pa përgatitur. Andaj, si besimtar, na duhet që ta kujtojmë vdekjen dhe befasinë e saj, në mënyrë që të përgatitemi sa më shumë që të jetë mundur, atë mënyrë që Allah të jetë i kënaqur me ne. Allah në lësë që Allah të na i ruaj zemrat tona, Allah të na begatoj me përmendjen e tij në mënyrë që zemrat tona të rrojnë, të jetojnë me përmendjen e tij, dhe dita jonë më e mirë, dita më e mirë e jetës sonë, të jetë dita kur ne e takojmë Allahun. Allahu na mbrojt dhe na ruaj të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.